Përshëndetje. Vetëm në 5 minuta dhe do keni një vakt shumë të shpejt dhe të shëndetshëm. Sot do përgatis orizë me qiqra. Për këtë recetë na duhen 2 gota e gjysmë orizë. Vendosim tiganin në zjarr dhe kemi shkrirë një lugë gjelle gjalp. Pasi e kemi larë orizin, do ta shtojmë tek tigani. Orizin do ta skuqim disa minuta vetë dhe pastaj do shtojmë një kuti me qiqra. Do t'i shtojmë dhe një lugë gjelle vegeta, ku ajo përmban edhe kripë brenda, edhe erza. Do t'i skuqim për disa minuta së bashku orizin dhe qiqrat. Është një recetë e thjeshtë, përgatitet shumë kollaj dhe është e shëndetshme për një vakt të shpejtë. Pasi orizi është skuqur mirë, do shtojmë ujin. Unë për këtë lloj orizi përdor 1 me 2. Nëse kam hedhur 2 gota e gjysmë oriz, atëherë do të hedh 5 gota ujë. Uji që përdorim duhet të jetë i nxehtë që orizi të fillojë të valojë direkt. I vendosim kapakun për 15 minuta dhe orizi me qiqrat është gati. Faleminderit që e ndoqët këtë video deri në fund. Mos harroni të bëni like, të lini koment rreth gatimeve të mia dhe bëni subscribe nëse jeni të rinj në këtë kanal. Qëndroni me mua për më shumë video të tjera.